e kupton të punës dhe për atë përgjigjeshim ne, nuk përgjigjeshim komunizmin. Komunizmi dhe partizanët që luftuan atëherë nuk e dinë se që komunizmi, kupton, ashtu. Po dhe ne kemi luftuar në emër të atëheut, në emër të ekonomisë vendit. Dhe pavarësisht se mund të thua se dëgjojmë edhe shumë që jo s'kish bukë, jo s'kish mish, jo s'kish atë, jo s'kish këtë, kupton, por e u investua për brezat që vinë, kupton. Ngritin ato fabrika, ngritin ashtu, nuk ngrihen kollaj ato pa borxhe, kupton, se ne s'u futën borxh fare. Kështu që desha të thoshja, student gazetar, që Shqipëria i ka të gjitha mundësitë që jo të bëhet si Zvicër, po të bëhet, e kupton. Me që jemi poshtë në jug dhe në jon, po se shfolu kohët e fundit shumë rikthehet si temë edhe për Sazanin. Atje çfarë ka konkretisht nga studimet? O shpirti vllajt, e kupton. Jo, se ne e njohim si thua stilin tektonik edhe gjeologjik të gjithë vendit tonë. Bile e njohim edhe deri në kufijt e tjerëve, sepse natyra ka kufi të tjerë, nuk ka kufi, e kupton, politik, ku i thonë, e kupton, se këta e kufi politik, e kupton. Ajo, do në thënë, vazhdojnë në jug, vazhdojnë dhe në veri, vazhdojnë në gjindje, vazhdojnë dhe në perëndim, apo jo. Kështu që ne i njohim se kemi bërë studime të detajuara. Ne çponim rreth 300.000 metrë linear shpime, përfituar tani, me kampione, me studime, analiza, me çfarë them unë, ashtu. Tani, në veri, edhe malazezët kanë shkuar në lete, kupton, edhe kanë vjetur, tash shenja nafte, pastaj se ku është grumbulluar sasia më e madhe naftë, janë tjera probleme, duhet të bërë kërkime, duhen investime, e tjera. Kështu që në këtë pikpamje, neve e kemi të qartë, do të thënë, të thashë njëri, i kemi vlerësuar në bazë të studime shkencore, që kemi rreth deri tani nga studimet deri tanishme, po më thash ne deri më sot mund kemi zbuluar 1/3 ose 1/4 të rezerva. Kemi 500 milion tonë rezervë, 500 milion dhe 500 miliard gaz. Tash në qoftë se Shqipëria nxjerr 5 milion tonë në vit, ka rezerva për 100 vjet, apo jo? Kështu është llogaria. Po thotë të prodhojë Shqipëria 5 milion tonë, që s'ka nevojë për asnjë gjë, do të thënë, kupton, e ngres zgupsi gjithë ekonominë, kupton. Kështu që në këtë pikpamje ne duhet të kushtojmë vëmendje kësaj pasurie. Është një pasuri o vllajtash. Pse quhet pasuri? Se kjo pasuri të bën të pasur, apo jo? Nuk quhet, e kupton, me një fjalë tjetër, po quhet pasuri. Edhe ne kemi pasuri, do të thënë, edhe të naftës, edhe të gazit. Ne kemi zbuluar dhe gaz në Bregdet, edhe gaz puro të pasur fare që mund të shërbej, e kupton, për plera kimike, dhe plera, do të thënë, siç e përdorim neve në azotikun e fierit, e kupton. Ne po janë këto gjëra. Fatkeqësisht ne brezi jon i shikon me dhimbësuri, sepse fatkeqësisht neve i dim gjërat, e kupton. Dhe njeriu kur i din gjë, edhe e shikon që ajo gjë shkon sprapse, jo s'mbarthi, atëherë vuan shpirtërisht, e kupton. Ne vuajmë shpirtërisht, sepse e dim se si është situata. Po të tjerë njerëz nuk e vrasin mendje shumë, e kupton. Sidomos politikanët tanë merren në gjëra situash, e kupton, më tepër ideologjike, e kupton, jo me gjëra ekonomike. Po politika është shprehje koncentruar, ekonomia është shprehje koncentruar e politikës. Pa ekonomi nuk ecën politika. Me qemi tek politika, tek grupi negociator që e rrëzoi marrëveshjen e 2009 me Greqinë, tani po përgatitet një tjetër grup, por mendoni që do jetë aftë politika të fusë ato ekspertët në këtë grup që ju mendoni që do ta bëjnë diferencën, pra? Po ku e di unë, unë kam shkruar, po të shikosh si futur në internet gjithë ato artikuj në gazeta, në intervista, e kupton, çfarë kemi bërë, e kupton. Bile më kujtohet në 92-shin, mua më zgjodhen si kryetar, dhe më thënë, të shoqatës së inxhinierat të naftës, dhe unë organizova bashkë me shokët e mi, e kupton, një ballafaqim me qeveritarët e kohës, se si do të ecë nafta në kuadrin e ekonomisë së rregullt. Erdhi kryeministri, erdhi zëvendës kryeministri, gjithë inxhinerët
profesorët akademikë dhe naftës u blodhën, dhanë mendimin e tyre si duhet zhvillohet nafta në kuadrin e ekonomisë së rregullt, dhe jo vetëm që morën parasysh ato gjëra, por u shkatëruan. Tu nuk pyeten ekspertët në shpirtin. Tash unë nuk do të mburrem, e kupton? Po unë e konsideroj veten ekspert numër 1. Pse e konsideroj? Se kam bërë punë konkrete, e kupton? Kam botuar në revista shkencore, do të thënë shumë artikuj, kam bërë gjithë ato përgjigje, janë fond, janë të shkruara, e kupton? Zeza Misbarën ku i thonë, e tjera. Gjithë ato studime, që më tha një profesor universiteti, kupton? Më tha, ju komunistë, kështu na quajnë, ju komunistë e vjetë, tha, atje ku hita kapenin me rodë, atje të shponi pusë. I thashë, kush ka thënë? Po, me kam digjuar, thashë, sa e. Digjo, sa i thonë, thashë, prifti ka qenë Stambol, priftëresha më dhe isi. Unë e kam takuar në rodë 4 herë, që më ka thënë fare, shkoni këtu, kërkoni këtu, bëni këtu. A i thashë, ne ua kemi lënë dorë specialistën naftës, jo e në ekspert për të punë. E kam fjallën, që ishte e organizuar, nafta ishte një entitet më vete, që nga aja deri te zheja, kupton. Dhe tani bën konferenca, bën diskutime, bën atë, bën këtë. Asa pyet njerin, unë i kam shkruar kryeministrit, e kupton, për shumë gjëra që lidhen me industrinë e naftës. Dion, edhe në kuadrin e një kompanie Egnatia 3F, e kupton që ta zyrtarizohej shtirë me nipte me të gjitha, apo jo? Dhe as përgjigje s'ka marrë, tani kush marrë përgjigje, që jam ekspert 50 vjeçar në industrinë e naftës, që kam drejtuar industrinë e naftës në kohën e pikut, e kupton, të naftës tjera, ashtu, e tjera, kam kontributin tim konkret, domethënë, e kupton, ashtu. Edhe përgjigje nuk ka marrë, po të pak në jep një përgjigje, ola, si jam dakord, e kupton, apo jo. Ose kërko, hajde la fosë 10 minuta, e kupton, edhe të dëgjoj, çfarë thua ti, edhe çfarë themi ne, e kupton. Në që se ke frikë nga ballafaqimi, si dhe sa, po nuk s'je frikën, se unë nuk kërcënoj njeri, unë sqaroj gjërat, e kupton. Dhe ti, si vendimarrës, pastaj të rivullën, unë ndërhyj në kompetencat e tua, po shkon në Shpirak, kryeministri, edhe merr përkthyse një që ka mbaruar fakultetin anglishte. Edhe unë që jam specialist kur përkthen ajo se kuptoj çfarë thosh. Sepse ndryshe gjua teknike, ndryshe gjua, e kupton, letrare, apo jo. Edhe Fanoli kur përkthede, kur boton dhe nuk thoshte përktho Fanoli, po thot shqiproj Fanoli, apo jo. E shqiproj. Për shembull, ka plot terma janë ndryshe. Mirë po, ai duhet merret një ekspert të naftës që ta kupton gjërat. Që këtu do më thënë stonoj gjërat. Po merret të ka, deri tani ka, ja unë di anglisht, për shembull, po mirë, nuk pretendoj të merrte mua, kupton apo? Po ama ka të tjerë që din anglisht, që njohin naftën, që njohin konceptet, që njohin të gjitha gjërat dhe shpjegojnë shumë gjëra. Sa ti thoshin, unë i dëgjova, nuk kupton thash. Shumë gjërë, unë i kupton jam, se jam ekspert në fush. Pa man, ajo do të thënë i përkthente, jo i shqipronte, kupton apo? Tash pse nuk pyeti ekspert e naftës? Sepse ekspert e naftës i ke. A mirë, kur si ke, je detyruar të marrësh një hua, po i thonë, kupton, me para, me tudin. Po ti ke këtu, vlla, kupton. Bile i thash një ministri atë, i thash, jo, po pse s'na thret më ti shumë ministri? Edhe kafen ta pagoj unë pensionin, ka dalë minimum pensioni, apo jo, po edhe kafe thash unë, ta ja punë, më të bëj merakë. Qeshi, po që më dojë qeshi e ti, e kam fjallën që këtu ekspertën banë larke, merren njerëz, ata nuk janë të paditur, si të thash, kanë kulturën e tyre, por sot është një term që quhet know-how, e kupton, do të thënë eksperienca. Eksperienca ka tjetër vlerë në shoqërinë njerëzore, kupton. Ashtu. Kështu që ti merr njerëz, tash unë mos e di mirë kompjuter ata, ose anglishte, nuk e di të përkthej në shëndetësi, ose në drejtësi, ose apo jo, ama në naftë kam bindjen time që ndal kush do përpara, nuk mundet, do të thënë ta shpjegoj ashtu se shpjegoj unë. Sepse
do më thonë, më ka lidhur jeta me këtë punë, jo sepse, do më thonë, unë jam nisur që thot të jem konkurent i tjerëve. Prandaj them që në këto ekipe duhen marrë ekspertët më të mirë që këtë ditë, të drejtësisë, apo jo, të ekonomisë, të gazetarisë, të naftës, të kësaj, të asaj, të gjithë strukturën, se sot paradigma është të punosh në ekip, se ata që di ti se di unë, ata që di unë se di ti, ama dituria jote, me timen bëjnë, e kupton, një fuqi eksponenciale. Mirë për këto si kanë, për qatë themi, në kohë një kohë, e kupton, ja, më shkruan njerë, më ka bërë pyetje, thot, të bëjmë një artikull. Ore, kemi thënë këto gjëra, 100 herë, bile me shmërzitur dhe vete, se flet, fol, e kupton, dhe asë një dëgjore. Milioni ishte një gazetar, edhe rrofshi që angazhojnë me këto gjëra, sepse këto janë thelbësore për shtetin, për ekonominë, e kupton e vetë. Unë të falenderoj shumë për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që ju keni dhënë gjithë këto vite për të vendosur këto themele të forta, por tani për fat keq vajtëm i çuam për skrap për fat keq. Tash çfarë i bëjmë ne fatit? Fati është një libër që ka shkruar një shkrimtar rus, Sud Bachelovika, do fati i njeriu, do apo jo. Tash ne nuk e kemi parashikuar një tillë, sepse edhe i thënë një popullit, para se të prish shpinë e vjetër, duhet ndërtosh shpinë e re. Në qoftë se ke ndërtosh shpinë e re, po s'përqesh shpinë e vjetër, prishe. Po jo tash të prish uzinë aty, e kupton. Që vetë drejtor, mirë, se unë e njoh, bile kam qenë pjesëmarrës i inaugurimit të Ballshit, e kupton apo jo, se këtë pozicion kisha, apo jo, nuk isha kryesori, e kupton, të flisem atje, po ashtu. Tash Ballshi nuk ishte për të prishur. Jo. Ja, Serbia i ka më të vjetra uzinat, e kupton, nëse i ka prishur, i modifikon, i modernizon, fut elemente rinj, apo jo. Po të prish ti tani një kryevepër, aq më shumë që kelen dhe parë këtu. Ne prodhojmë rreth 1 milion tonë naftë aktualisht. Atëherë pse më çon naftën mua aty jashtë shtetit, kur nuk i merr, e kupton, atë vlerën e shtuar, se ndryshe të shesh një tonë naftë bruto, apo jo, ndryshe të shesh në produktet e naftës, apo jo. Kupton, dhe që do punojnë gjithë ata punëtor, atje, që vetëm rrogat e tyre e justifikojnë punë, kupton? Apo, s'ka nevojë të fitoj shteti, po edhe shteti fiton, se janë bërë llogarit gjitha, kupton? Ashtu, bile nga ekspertët, më të mirë që kemi ne, që kanë qenë drejtora të rafinerisë, që kanë marrë universitetin, jo kështu drejtora, si thua, politik, ku i thonë, kupton. Vërë një drejtor të naftës, që është i mjekësisë, e kupton. Të lutem shumë tani, kjo është industri, e kupton, që do ekspertizë, se pa ekspertizë nuk drejton dot, nuk parashikon dot, e kupton, nuk zhvillon dot. Jo. Kur i ke, sidomos, kur i ke, gjunaqës i dhe. Kur si ke, pasaj do marrë shua, si të marrin tjerë, e kupton, nga Amerika, nga Franca, nga Anglia, në thëmë një roga, që edhe të drejtojnë industri. Po ti ke, e kupton, ekspert shumë të mirë, edhe shumë të kualifikuar, e kupton, me një nivel të lartë ekspertize, edhe si përdore. Kështu që do të themi tjetër. Zotë që unë të falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që këto të bie në vesh të atyre që kanë përgjegjësinë tani për të rregulluar këto gjëra.